Kur e more vendimin për të ndarë? Kur kam mush 19 vjet, më poshtë se sa ta ardhe në një djalë tezje kam atje. Jo, për të ndarë. Po më për të ndarë të tregue. Më thani djalë teza është ta gjë ka hin të lojnë atë nuk hiq dorë më. Nuk heq më E dorë. vun me shkoj te shafte sa e gjithkohë si më remet të punën e ne shkoj te shafte. Në të shkoj të ku në bareshme. Thotë ki hiq dorë thotë se ki skthehet më, se ki shkon prapë luë. Sikur fiton në shkonilja në Mërzit e tjetër? Bo, në mërzije papa ume. Vetëm kashe. Ishte problem që ti ishe divorcuar? Jo, s'ishte puna pa ata, për të fësim, po... E erdha vej. Për të njohur dikë tjetër? Jo, kur. Ja, a gjë ku ishem, ku jeton? Ja, se bashëm atë po, ja. Kur në botë, me dita së të ishëm të rëshëm botë në sa. Që të mund të njihet dikë tjetër? Jo, mëse në majda të prindrit, unë e kam rroj 3 muaj. E në ki lusnës, ki Veselin shehi, i tha si, shështë ka filonja, në si du shko taku e shafe, ka orë, jo se kanë shlu, e di për shemë. Se e shlu mja merë një shkollë ma, po ka është si ja këthi e burin nga Anglia, fmi nuk ka, shko, erdhen pa. Sa vjeç ish kur u martohe për Anglia? 4 vjet. 20 vjeç? Po, 4 vjet kam ka vajzë. Po, kam rrë shumë atje, 4 vjet, fix. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.